Përshëndetje miq të Baçja Magjike. Sot do të shohim 3 lloje menteje, 3 lloje çajrash. Edhe pse ngjajnë shumë, secila ka veti dhe përdorime të ndryshme. Që kur isha fëmijë, 2 llojet e para ishin ato që shiteshin më shtrenjtë dhe ne suleshim kush t'i këpuste i pari. Le t'i zbulojmë së bashku. Menta pulejo. Kjo është një bimë aromatike me erë shumë të fortë. Tradicionalisht përdoret për të përgatitur çaj, i cili ndihmon tretjen dhe mund të lehtësojë fryrjen e barkut pas vakteve. Aroma e saj është gjithashtu e njohur për largimin e disa insekteve. Si ta ruajnë? Duhet mbledhur në kohën e lulëzimit. Pra, tani është koha më e mirë kur menta është për të mbledhur. Mblidhet pas vesës, thahet në hije. Menta piperita ose nenexhiku ose menteja e butë. Kjo është një nga mentet më të kultivuara në botë. Është e pasur me mentol, i cili jep freskinë karakteristike. Përdoret për çaj, pije freskuese, ëmbëlsira dhe si erës në gatim. Shumë njerëz e përdorin edhe për të lehtësuar ndjesinë e të përzierave dhe për të freskuar frymarrjen. Për të gjithë personat që duan të lënë cigaren, nëse përtypi një gjethe të nenexhikut në gojë në kohën kur kanë ndjesinë për të ndezur cigaren, kjo mente u alargon atë ndjesi. Menta longfolia ose menta e egër. Kjo mente rritet natyrshëm në livade dhe pranë ujrave. Gjethet e saj përdoren për çaj aromatik dhe në gatime tradicionale. Përmban vajra esencial që e japin aromën karakteristike dhe është shumë e vlerësuar në mjekësinë popullore për shqetësimin e stomakut dhe lehtësimin e tretjes. Të treja janë bimë të mrekullueshme, por secila ka aromën, shijen dhe përdorimet e veta. Cilën përdorni më shpesh në shtëpi? Shkruajeni në komente dhe ndiqni Baçja Magjike për më shumë këshilla rreth bimëve mjekësore dhe kopshtarisë. Nëse ndonjëri nga ju e ka mbledhur për ta shitur, si unë dikur, të më shkruajë në komente.